Bukur kjo batuta e fundit, e bukur kjo. Grenell e ka ditur. Goxhe? Ne qemi tek linja e homoseksualëve që lëvizin politikën votore, mund të nis. Ky ngelet emision mëngjesi me një audiencë familjare Altin. Ç'a thashë vëlla? Si kemi thënë, do të integrojmë, apo? Ne vazhdojmë. Pikërisht aty ku e profesori. Jo vetëm që s'është rastësi, po është e planifikuar dhe organizuar dhe menaxhuar. Dhe në mes është familja Rothschild. Familja Rothschild që thotë është pronare e Butrintit, që është qendra e mitologjisë së gjakut blu në Europë, aristokracisë europiane. Që si kemi dhe filmin këto ditë Odisea, kujtoj që legjenda e Europës u bazua mbi gjakun blu, mbi familjen e Priamit, që erdhi nga ato. Shumë mirë regjia. Nuk e dini se e kemi ende Altinin, paktën që mos thot Altini se ai kalon direkt në konspiracionin, censurun edhe te Flavi do thotë. Prit ti themi paktën ta dëgjojmë komentin e fundit dhe të lutem më duhet një koment Rama Trump, të lutem mos t'i bijem nga Odiseu dhe Herkuli. Pak më direkte. Të shohim nëse e kam në këto momente, se duhet të përpiqem të dëgjoj regjin. Nuk e kemi. Dakor, do më duhet t'i jap kohë sërish nesër në fakt Altinit. E di që do i duhesh edhe 36 minuta, sa zgjat filmi Odiseu? 2 orë gjys, 3? Diçka e tillë, do i duhet një sinopsi shkurtër. Megjithatë, a mendoni se po tentojnë analistat pranë Ramës tonë që deri në nëntor do i bëhet vonë botës për këtë historinë që po ndodh në Shqipëri, pastaj do na harrojnë që janë zgjedhjet e mes mandatit. Lëvizja ose protesta që po ndodh në Shqipëri për mendimin tim ka një qëllim kryesor, largimin e Ramës. Largimi i Ramës ndoshta do të javlente si ide që të angazhohet kushdo, qofshin ta edhe përkrasit e Sorosit vjetër, apo si thot Altini, apo Sorosit të ri. Çështja është që largimi i Ramës është të bërë jo vetëm domosdoshmëri, por është bërë imperativ për Shqipërinë, ndryshe Shqipëria rrezikon. Rrezikon shumë. Ka rrezikuar deri tani, është dëmtuar rënd deri tani, por nëse nuk do arrihet të largohet Edi Rama nga pushteti, Shqipëria e rrezikon ekzistencën e saj. Dhe ekzistenca është fundi i botës në kuptimin e fjalës. Prandaj dhe mendoj që kjo protestë duhet mbështetur me të gjitha mjetet. Si thoshte edhe Indro Montanelli, edhe ata që si pëlqen erat, zërhundnu dhe dalin aty. Duhet të mbështetet me të gjitha format, me të gjitha mjetet. Kam shkuar disa herë. Një rast isha me një 75 vjeçar Tiranës. Sa po filloi broritja Ramanburg, Berishamburg, ai unë nevrikos. Dhe më tha, profesor, tha, unë do iki, tha, nuk mund të rrita këtu. Më erdhi keq që iku, sepse ai kishte ardhur me pasion në protest, por duhet i durojmë gjithçka, vetëm me një qëllim të saktuar. Kjo qeveri narkoshteti e përsaktuar me kohë prej opozitës dhe kreut të saj, si e tillë, atëherë kur ne thoshim madje çfarë thot opozita, si mund ta thot që Shqipëria është narkoshtet, sot jemi të bindur, jo vetëm ne, por edhe ndërkombëtarët, që Shqipëria është narkoshtet dhe përpasoj ky narkoshtet duhet të rrëzohet një orë më parë. Okej, komentin e fundit Altin, kohën e kam të mbaruar, megjithatë sigurisht do të lëm Rama Trump, a u përdor Rama për t'i prish punë Trump në nëntor dhe a do ketë një vëmendje edhe pas nëntorit apo bie Rama para mes mandatit? Ti u përdor Rama me qëllim pa qëllim, por që është përdor, pasi efektet janë të qarta. Ajo që sigurt është që ishulli i Sazanit në mënyrën se si Rama veproi në raport me disa agenda ndërkombëtare të familjes Soros lidhje me Izraelin për të krijuar një koloni izraelite në Ballkan dhe në Europë,
për të krijuar një kalim siç ishte diku me Jugoslavët me Shqipërinë, më vonë me Sovjetikët me Shqipërinë, Kinesë me Shqipërinë dhe më vonë me Amerikanët me Shqipërinë, Rama për të shpëtuar nga Kositja nga Shtëpia e Bardhë, u lidh me Izraelin për të shpëtuar nga Shtëpia e Bardhë. Po kjo aleancë e re pa parashikuar nga stabiliteti global, sidomos pozicioni i Shqipërisë NATO me Amerikën etj, është destinuar të dështojë dhe mbi të gjitha, për shkak se nuk mund të përdoret kjo fjalë që ka të bëjë me Izraelin, është ndaluar në Europë se përdor dot kush, as në Amerikë se përdor kush. Mjafton të flasim për kokainën, për këto gjëra dhe Rama akuzohet për këto gjërat e vogla, që është karteli më i madh i kokainës në Europë, por faktikisht problemi i madh që ka Rama është ka destabilizuar gjithë rajonin dhe gjithë Europën, raport me krimin e bazave ushtarake izraelite në Mesdheut, duke bllokuar dhe hyrjen e Otrantos, që është influenca gjermane në Mesdhe, ku dihet shumë që Gjermania vetëm në linjë gjeopolitike ushtarake që ka në Mesdhe është Adriatiku. Nëpërmjet Kroacisë, Shqipërisë, Kosovës, dihet trekëndshi i famshëm i NATO-s, ku tashmë Sazani e merr familja Kushte, që është familja Trump, ose më saktë merr Izraeli. Pashanimalin e kanë marrë tashmë Izraeli me një kompani ushtarake dhënë për 500.000 letra nga Derama, që dihet që ishte një investim i NATO-s nëpërmjet Turqisë. Ndërkohë Zvërneci, plotson trekëndshin e plot, do të ishte një koloni me 40.000 banor izraelite. Ky ishte projekti. Për më tepër që dhe Karavastaj ishte një projekt me 40.000 koloni izraelite. Me gjithë destabilitet total që ka krijuar Rama në rajon, ai është dënuar me prerje koke nga Europa dhe nga Amerika. Jo më kot Gjermania duket qartas që ka plan prerje kokës Ramës, po këtë nuk e bëjnë dot bota pa rolin e protestuesve. Ne si protestë jemi ata që prodhojmë narrativën edhe realitetin e duhur që Rama të kositet nga jashtë. Ata nuk mund ta kosisin vetëm për një arsye. Nuk mund të përmendet Izraeli. Atëherë jemi ne që veprojmë dhe ata që ndërveprojnë. Dakord. Ata janë. Dakord, Altin, të